Çfarë problemesh mund të shkaktojë ky lloj bakteri tek njeriu? Pak nga rastet e raportuara. Atëherë, së pari kemi një hetim që ka nisur në Francë për vdekjen e 2 foshnjave në 2 qytete ndryshme, në periudha, në ditë të ndryshme, po jo larg njëra tjetrës, janë foshnja shumë të vogla, dhe prokurorët e atyre qyteteve kanë nisur hetimin për të gjetur nëse ka lidhje vdekja e tyre me qumshin që kanë konsumuar, qumshin formul, sepse në të dy rastet nënat e tyre të foshnjave pra kanë deklaruar që kanë konsumuar qumësht nga produktet formul të Nestles dhe ka nisur një hetim. E kam thonë edhe disa herë tjera që madje edhe 2 ditë para EFSA, Autoriteti Evropian i Sigurisë Ushqimore, kishte publikuar një material ku fliste edhe për shenjat që mund të kenë foshnjat kur kontaminohen dhe preken, pra ka efekt ky qumësht. Janë kryesisht shenja që shpesh herë ose gjatë gjithë kohës mund ngatrohen edhe me simptomat e virozave dhe probleme stinës që janë të vjella, diare, dhimbje stomaku, shtrëngimet fëmijëve, që sigurisht këto janë çështje mjekësore, janë jashtë kompetencave të mia, por që ngatrohen lehtësisht me simptomat e stinës. Kështu që do të ishte e mirë që mjekët në qendra spitalore ku mund të shkojnë foshnja të smura, po themi, por që prindërit e tyre mund deklarojnë që kanë konsumuar edhe qumësht formul, që bëjnë analiza shëndetësore për të vërtetuar nëse është viroz, është problem stine apo mund të jetë kontaminim i mundshëm nga qumshi formul i prekur.